Mirë se keni orë në takimin e 283 të Këshillit Prokural të Kosovës. Siç e parashënë në 16 paragrafi 6 i rregullor 02/2020 për organizimin dhe veprimtarinë e Këshillit Prokural të Kosovës, sipas nevojës Këshilli mund të mbajë takim të vendosur nga distanca nëpërmjet pajisje elektronike dhe për këtë shkak anëtarja e Këshillit zonja Ariona Shajkosi është kyçur përmes platformës elektronike online, e cila është prezent. Prokuror Arion, konfirmon a jeni prezent, a po dëgjohemi? Përshëndetje përgjithë, unë po ju dëgjoj shumë mirë. Alo, prokuror Arion. Unë po ju Apo dëgjoj dëgjohemi? unë po ju dëgjoj shumë mirë, po. Vetëm sa të konfirmoj. Prokuror Arion. Ako, konfirmoj. Ha? Që, prokuror Arion, a jetë? Po, unë po ju dëgjoj shumë mirë. Po, unë po ju dëgjoj shumë mirë. Në rregull, atëherë konstatojmë se jemi prezent 8 anëtar. Ndalja zonin se po krijohet. Jemi 8 anëtar, 2 anëtar tjerë kanë njoftuar Këshillin se janë pushim që në kanë marrë vetë, pa provim. Me gjithat anëtari i Këshillit, Vetan Shabani, do të kyçet te pika ku do të vlerësohet raporti i performancës. Të nderuar anëtar Këshillit, ju keni marrë agjendën me materiale për vikat e rani ditës. Dhe siç e dini, i gjithë opinioni është i njoftuar dhe po ashtu ju anëtar të nderuar, i njoftuar me një letër që e ka dërguar sot prokuror Aleksandr Lubezi, i cili është tërhequr për shkak të angazhimeve të tjera nga propozimi për të bërë zavans kur prokurori i shtetit. Dhe këtë letër i ka secili anëtar i Këshillit. Ky prokuror, çfarë keni për deklaruar për këtë? Nderuar kryesues, nderuar anëtar të Këshillit, po pas propozimit që kam bërë dhe kam propozuar zoti Aleksandr Lumezi për zavens të prokurorit të shtetit në konsultim edhe me të, duke u bazuar në përvojën e tij të gjatë në menaxhim edhe si prokuror i shtetit, po dhe i prokurorive të apelit, prokurorisë të apelit, dhe edhe kam po të arsyeshme me propozu si zavens të prokurorit pushtruesi detyrës të prokurorit të shtetit. Mirë, po me që e ka spjegu situatën në letrën e tij dërguar Këshillit, edhe unë respektoj vullnetin e tij dhe letrën e tij çfarë ka theksuar aty, dhe tërhiqem nga propozimi për zavents të prokurorit të shtetit. Në të ardhmen do të shohim se si do veprojmë në këtë aspekt. Faleminderit, pushtrues detyrë i prokurorit të shtetit, zoti Çalaj. Atëherë tërhiqen nga pika e rani ditës, pika 7, dhe unë si propozim shtesë për të trajtuar në pikën 7 që u tërheq propozimi i pushtrues detyrë i zavens prokurorit të shtetit, atëherë propozoj që si pikë 7 të trajtohet kërkesa e prokurorit të prokurisë themelore në Prizren për shpallje për avancim të një pozite në prokuri në departamentin për krime të rënda. Materialet e keni fizikisht gjithë tavolin, së bashku me analizën që është bërë nga Komisioni për Administrimin e Prokurive. Atëherë, ka propozime tjera? Unë, profesor? Shumë përshëndetje për të gjithë. Anëtarë të Këshillit të nderuar, u dhe krye prokurori i shtetit. Pas anulimit të procesit konkursit për rekrutimin e prokurorëve, ne kemi pranuar 2 emaila nga disa prokurorë. Andaj me lejoni sot të propozoj disa kandidat për prokuror, andaj me lejoni sot që të propozoj rishqyrtimin e vendimit numër 1169 i datës 23/12/2025, me të cilin Këshilli Prokurorial ka anuluar procesin për prokuror të rinj, dhe kjo pikë kërkoj që trajtohet me dyrë të mbyllura, me që në pikën fillestare është trajtuar si e tillë. Në të kundërtën, pse jo dhe me dyrë të hapura. Megjithatë, unë propozoj si pikë shqetësimin e tyre drejtuar anëtarëve të Këshillit Prokurorial. Atëherë besoj që
të tjetë propozim me qenë se edhe si të ndryshme edhe propozohet me dyrë mbyllura, është ajtu me qenë se duhet përmenden edhe emra dhe është çështje konfidenciale një që ka qenë në procesi. Propozoj të ndryshme të trajtohet propozimi juaj, profesor. Po Visar Urna. Faleminderit kryesues, para se të hyjmë në randite, ne këtu po e shohim ka shumë media dhe ushtruesit e tyres na dha një parasqarimi sa i përket tërheqjes së zotit Lumezi. Mirë po, me qëllim që të shmongëm pyetje pas këtij takimi, është mirë që ushtruesit e tyres më na dha disa sqarime më të detajume sa i përket kësaj pike. Unë kam disa pyetje për zotin Çallaj. Fillimisht e thatë që jeni konsultuar me zotin Lumezi para se morë propozimin. Mirë po, a mundet me sqaru? Visar, kërkoj falje për ndërprerje, mirë po nuk është jemi të rani ditës, të propozimi rani ditës dhe kështu që nëse kene propozim për rani ditës, Unë kam propozu mundesh me kuptuar tash. 8 mu hek për anë ditës, për të 7 nuk pajtuat. Unë besoj se as 10.8 duhet mu hek për anë ditës, sepse më bën shumë takime në këtë muaj, dhe është e pa logjikshme me vazhdu me vendime kaq të mëdha kur është ky takimi i fundit i Këshillit. Prandaj kryesues më lejo që ta sqaroj deri në fund pse ose unë mund të ndërprej, po pyetjet gazetarëve do të më përgjigj mas ditët të takimit. Sepse është e çuditshme mënyra se si është hartuar shkresa, ku është baza ligjore për mu propozu zëvendës i ushtruesit e tyres. Domethënë asnjë dispozitë ligjore nuk përcakton se cila është baza ligjore mu caktu ushtruesit e tyres. Ne në 17 i ligjit për Këshillin Prokuroral, thot Këshilli emëron zëvendës kryeprokurorin e shtetit pas konsultimit me kryeprokurorin e shtetit për një mandat 4 vjeçor. Dhe publiku e meriton një sqarim, pasi të premten ne e kemi pasur anin e ditës dhe jo kështu me një email të zotit Lumezi më tërheq kjo çështje sikur nuk ka ndodhur asgjë, sepse është shumë e rëndësi publiku me ditë ka u shpjeg ky propozim edhe pse u tërhoq në fund. Unë po mendoj që është shumë mirë që është tërheq, mirë po publiku meriton sqarime pak më të mëdha për mënyrë që më u shmong në pyetjeve që mund të keni pas këtij takimi. Atëherë jemi të rani ditës, unë propozoj që pika të rani ditës bashku me propozimet që bën sot, me utërës pika 7, mirë po plotsu me kërkesën e prokurisë themelore prezant për avancim, dhe po ashtu edhe kërkesa e profesorit. Mirë po, si propozim i Visarit ka qenë dhe pika 8 të tërhiqet, mirë po unë do t'i qes si propozim gjitha pikat për votim. Kush është për aprovimin e rani ditës me këta pika? Kundër, abstenim, kundër një kundër. Ne të konstatojmë se me 7 vota për dhe një kundër miratohet rani ditës. Faleminderit, kalojmë në pikën e dytë të rani ditës. Në këtë pikë e rani ditës e kemi proces verbalin takimi 277 e Këshillit Prokuroral të Kosovës, të cilin e kemi pranuar secilin kopje fizike, për shkak se ka qenë takimi i jashtëzakonshëm dhe zhvilluar me dyert mbyllura. Nëse keni pranuar secili fizikisht, a ka kush vretin këtë proces verbal, a ka dikush? Nuk po shoh, atëherë hedh votim kush është për miratimin e këtij proces verbali dhe njëkohësisht konstatohet proces verbal se ky dokument nuk do të nënshtrohet administrimi si dokumente tjera, por do të protokollohet vetëm me numër të Këshillit dhe do të ruhet bashkë me audiencizimin, meqense është konfidencial deri sot, vendoset ndrysh. Kush është për miratimin e këtij proces verbali? 4, 3, 5 vota kundër. Kundër. Jo, për Visari. A Visar? Për, a? Mirë, atëherë me 5 vota për, kundër, dhe abstenim, një abstenim. Dhe se dhe Arjan edhe fare, kom harru me konstatu votën e Arjanës. Me 7 vota për, sa di ka qenë për, atëherë nuk u bërë diçka vrejtë, mirë për tash, 6 vota janë për dhe një abstenim. Miratohet
6 vota për dhe 1 abstenim, konstatojmë se Këshilli Prokural miratoi proceduralin e takimit 277 të Këshillit, i cili do të nënshtrohet dhe do të arkivohet vetëm në zyrën kryesuesit bashkë me audiencizimin. 7-1. Atëherë korrektojmë se më qenë se pak më nume edhe pak po mbjen mbas shpine, Ariona, atëherë kërkoj për Aranës me ndërhyrje dhe me konstatua dhe votën e saj. Faleminderit, kalojmë në pikën e tretë. Keni pranuar procedurën e takimit 278 të Këshillit Prokural të Kosovës. Këtë keni pranuar me material pika 3 e ditës. A ka kush vërejtë në këtë procedurë? Nuk shoh që ka dikush me marr fjalën. E hedh votim, kush është për? Ariona? Jam për. Për, kundër dhe abstenim, 1 abstenim, atër prap me 7 vota për dhe 1 abstenim miratohet. Konstatojmë se Këshilli Prokural miraton procedurën e takimit 278 të Këshillit Prokural. Prandaj kalojmë në pikën e 4. Me material të agjendës e keni planuar procedurën e takimit 279 të Këshillit Prokural të Kosovës. A ka kush vërejtë në këtë procedurë verbal? Nuk shoh që ka dikush me marrë fjalën. Atëherë hedh votim, kush është për miratimin e këtij proceduri verbali? Jam për. Ariona, për? Jam për. Po. Kundër, abstenim, 1 abstenim, konstatojmë se me 7 vota për, Këshilli Prokural miraton procedurën e takimit 279. Faleminderit, kalojmë në pikën e 5, po ashtu me material në agjendë keni marrë procedurën e takimit 281 të Këshillit Prokural të Kosovës. A ka kush vërejtë në këtë procedurë verbal? Nuk shoh. E hedh votim, kush është për miratimin e këtij proceduri verbali? Jam për. Jam për. 7 vota për, kundër, 1 abstenim. Konstatojmë se Këshilli Prokural me 7 vota për miraton procedurën verbale e takimit 281. Faleminderit, kalojmë në pikën e 6. Po ashtu me materiale keni marrë procedurën e takimit 282 të Këshillit Prokural të Kosovës. A ka kush vërejtë në këtë procedurë verbal? Nuk shoh që ka vërejtje. E hedh votim, kush është për? Ariona? Jam për. Për. Kundër, abstenim, 1 abstenim. Atëherë konstatojmë se Këshilli Prokural me 7 vota për miraton procedurën e takimit 282 të Këshillit Prokural të Kosovës. Faleminderit. Kalojmë te pika 7. Në pika 7 kemi kërkesën e prokurorit të prokurisë themelore në prezent për shpallje dhe avancim të një prokurorin e Departamentit për krime të rënda. Këtë kërkesë ka paraqitur kryeprokurori i prokurisë themelore në prezent për 8 kryesor për shpalljen e konkursit të brendshëm për avancim të një prokurorin e krime të rënda, i cili departamenti në të kaluar ka funksionuar me 6 prokuror, ndërsa pensionimin e prokurorit Gens Nigja me pensionimin e tij aktualisht tani funksionon me 4 prokuror. Andaj ka propozuar edhe plotësimin e kësaj pozite. Komisioni për Arsimtin e Prokurorive e ka, sipas rekomandimit të Këshillit, ka bërë një analizë për numrin e nevojshëm të prokurorëve dhe pas analizës edhe komisioni ka rekomanduar që duhet të plotësohet kjo pozitë, sepse është e nevojshme. Përndryshe kemi kryetarin e komisionit, zotin Jetish Maloku, i cili nëse do diçka më shtu më tepër rreth analizës që kanë bërë komisioni apo me konstatuar diçka tjetër që nuk është aprovu, sipas komisionit është e nevojshme plotësimi i kësaj pozite. Unë e konstatova kështu, është e vërtet kjo. Atëherë, me qenë se e kemi edhe analizën, për diskutim, dikush tjetër do me diskutu për këtë kërkesë, po unë vetë. Faleminderit kryesues, e nderuar zëvendës kryesuese, i nderuar shtues detyre i kryeprokurorit, nderuar koleg antar të Këshillit, nderuar përfaqësues media dhe publikut. Në fakt kërkesën për lejimin e shpalljes për avancim një pozite në prokurorinë themelore në Prizren e kemi pranuar kohë më parë me 22 tetor 2025. Pas kësaj komisioni përkat se ka kryer analizën dhe është fakt notuar që edhe për te analizës tani më prokuroria themelore në Prizren e ka një prokuror më pak në krime të rënda, ndërkaq në
kohën e fundit i ka dhe 2 prokurorë më pak në departamentin e përgjithshëm. Kështu që konsideroj se vetëm për shkak të agjendave të ngjeshura të Këshillit, kjo kërkesë nuk ka kalu deri tash në Këshill dhe do të ishte mirë që të kaloj dhe të jepet mundësia që të plotësohet me një pozitë e cila vetë se është e lejuar dhe është e paraparë edhe me buxhet edhe me organeve. Faleminderit. Faleminderit Milad, dikush tjetër ka kush me diskutu? Po, ona Ariana? Po, përshëndetje kryesues, përshëndetje Zavens kryesuese, i nderuar ushtruesit e tyre. Po dëgjosh. Nuk po dëgjohem? Tani apo dëgjohem? Ariana? Po, unë po ju dëgjoj shumë mirë. Po, fol tash. Në rregull. Përshëndetje për të gjithë aty, për kryesuesin, Zavens kryesuesin, ushtruesin e detyrës kryeprokurori i shtetit, të nderuar anëtar tjerë Këshillit Prokurorial. Ashtu si qëndrojnë të gjitha ato çfarë janë cek në kërkesën e kryeprokurorit të prokurorisë themelore në Prizren, dhe ato të cilat i ceki edhe prokurori antar i Këshillit Miloti dhe analiza e cila është bërë nga ana e komisionit. Tani më është fakt notor që një prokuror i krimeve të rënda edhe është pensionuar dhe qëndrojnë edhe mungesa tjera të cilat i potencoi prokurori Milot, për të cilat natyrisht se duhet vendoset në të ardhmen. Andaj kërkoj që kërkesa në fjalë të aprovohet dhe është fakt notor që kjo kërkesë është parashtruar kohë më parë nga ana e kryeprokurorit, mirë po për shkak të agjendave nuk është arritur të trajtohet deri më tani. Faleminderit. Faleminderit, prokuror Jon. Atëre, mundesh me ndal atë mikrofonin sepse po rregull është. Vazhdojmë vetëm të konstatojmë proces verbal. Me datë 22/10/2025 është parashtruar kjo kërkesë për avancim nga ana e kryeprokurorisë themelore në Prizren, zotit Petrik Rreziu. A ka kush tjetër me diskutu? Jo, atëherë hedh votim kush është për miratimin e kërkesës së kryeprokurorit dhe shpallë konkursi për një pozitë. Gjithë, më thonë edhe Ariana, gjithë kemë për, sa po 7 vota për, kundër dhe abstenim nuk ka. Atëherë, me qenë se u aprovu kërkesa, kalohet në procesin e shpalljes së konkursit konform nenit 14 rregullor 02/2021 për transferim dhe avancim prokurorëve të shtetit. Bën shpallja brendshme për avancim një pozite të një prokuror në departamentin për krime të rënda të prokurorisë themelore në Prizren. Shpalla do të jetë e hapur 15 ditë duke filluar nga data 8 janar deri me 22 janar 2026. Me qenë se deri atëherë jam konsultuar me administratë që mundet më përgatitë konkursi dhe më përkthy dhe më shpall brenda fatit. Faleminderit shumë. Atëherë kalojmë pikën tjetër të rendit ditës, e kemi kërkesën e kryeprokurorit të prokurorisë apelit për caktimin e Zavens kryeprokurorit të kësaj prokurorie. Kjo është pika 8 e rendit ditës. Kryeprokurori Agron Bajrami kërkesën e tij ka bazuar në nenin 21 paragrafi 1 në paragraf 1.3 të ligjit numër 08/167 për prokurorin e shtetit dhe ka propozuar për Zavens kryeprokurore Sonja Ikamia Bojaxhiu, e cila i plotëson edhe kriteret e përcaktuara me nenin 29 po këtij ligji. Do ndikush me marr fjalën rreth urna Milad? Faleminderit kryesues. Konsideroj se edhe kërkesa e kryeprokurorit të apelit për caktimin e Zavens kryeprokurorit të kësaj prokurorie është e arsyeshme dhe në kohën e duhur, pasi që me ndryshimet e fundit ligjore që janë bërë në kodin e procedurës penale, janë shtuar disa kompetenca shtesë prokurorisë së apelit dhe gjitha punët që i kryen kjo prokurori sipas ligjit ka nevojë edhe për një person shtesë në stafin menaxherial përveç kryeprokurorit të prokurorisë së apelit. Mandje edhe kandidatën që e ka propozuar prokurorën femër në këtë rast Ikamia Bojaxhiu, mendoj që është zgjidhje shumë e mirë, i plotëson besoj gjitha kushtet edhe vlerësimit performancës edhe të integritetit edhe të përvojës edhe menaxheriale dhe jam për miratimin e kësaj kërkese në lehtësim punës prokurorisë së apelit. Faleminderit. Faleminderit. Dikush tjetër? Nuk ka, atëherë hedh votim kush është për aprovimin e propozimit të kryeprokurorit të apelit, që Sonja Ikamia Bojaxhiu zgjidhet Zavens kryeprokurore kësaj prokurorie.
Stariona, Ja, jam për. 6 vota për, kundër, abstenim, 2 abstenime. Konstatojmë se Këshilli Prokuror me 6 vota për, në bazë të propozimit të Prokurorit të Burgosë apelit zolli prokurorin zonin Ikamiu bëja Gjiu Zavens kërë Burgosë apelit për një mandat 4 vjeçar me mundësi zgjedhje për një mandat tjetër. Faleminderit. Në pikën e 9 kemi kërkesën për vazhdimin e transferimit të përkohshëm të prokurorit Dardan Çela nga prokuria themelore Ferizan në prokurinë themelore në Prishtinë. Për njoftimin tuaj të opinionit, ju njoftojmë se transferimi i parë është bërë nga ish ushtruesi i detyrës së Prokurorit Shtetit me datë 17/9/2024, fillimisht nga 2 muaj e pastaj 6 muaj dhe pas përfundimit një vjeçar të periudhës një vjeçare siç ka qenë përcaktuar me ligj, pastaj me ndryshimet realigjore edhe 2 herë nga 3 muaj është vazhduar për Këshillit edhe ky transfer i fundit i përkohshëm i cili përfundon nesër me datë 30/12/2025. Ju njoftova me periudha, a dëshën dikush me më fjalën, unë profesor? Më nderuar kryesues, unë kam analizuar kërkesën, e kam analizuar edhe bazën ligjore legjislacionin aktual në fuqi, se a kemi të drejtë ja vazhdojmë në fjalë prokurorit kërkesën për arsye familjare dhe objektive dhe për shkak punës edhe angazhimit të tij. Në këtë aspekt, këtë prizëm kemi të drejtë edhe 3 muaj dhe unë rekomandoj që t'i vazhdohet edhe 3 muaj, me që pas 3 muaj prokurori pastaj do ta merr mandatin e përhershëm, do ta përfundon mandatin fillestar dhe më duket që tashmë i njëjti ka bo adresë përhershme me banimin Prizren dhe të rishqyrtohet pastaj pas 3 muajsh atë kthehet në Prizren apo në Prishtinë, po me që ka lënë të filluar dhe ka lënë të cilat është duke i proceduar tani, unë mendoj që për këtë periudhë 3 muajore t'i vazhdohet Prishtinë në mënyrë që t'i përfundoj këto lënë dhe pas 3 muajsh pastaj të vlerësohet situata. Nuk ka pengesë ligjore vazhdimi i këtyre 3 muajve të cilët i ka kërkuar. Faleminderit profesor, dikush tjetër? Me qenë se ne në bazë vendimi e Këshillit vetëm 2 herë nga 3 muaj ka vazhduar. Sepse në bazë ligjit thot ne 28 me paraqitjen e kërkesës nga prokurori, Këshilli mund të transferojë një prokuror tjetër për një periudhë kohore jo më gjatë se 1 vit. Po në jo na fal. Kryesues, përshëndetje, ashtu siç tha profesori, kërkesa besoj që është arsyeshme për ato që u theksuan, për që janë theksuar në kërkesën e prokurorit. Në anën tjetër, duhet kemi parasysh faktin se Prokuroria Themelore në Prishtinë është kogja ngarkuar me lanë, ndoshta do të ishte edhe një arsye shtesë që ky prokuror të vazhdoj edhe për 3 muaj dhe duke qenë se edhe në shkurt do të fillojnë edhe prokuror të ri të ngarkohen me lënë të reja, atëherë i bie që ndoshta do të ishte një lloj edhe ndihme kësaj prokurorie që ky prokuror të vazhdojë edhe për 3 muaj, pastaj kërkesat e tjera kur ta ketë mandatin e përhershëm do t'i adresoj në Këshillin e ri besoj. Faleminderit. Vetëm e shërëm edhe për opinionin se kërkesa e prokurorit ka qenë për një periudhë kohore 3 muaj deri në 6 muaj. Kështu që edhe na edhe me 3 muaj mund me vendos, atëherë nëse s'ka dikush tjetër e hedh votim. Vetëm të jemi të qartë se nëse aprovohet për 3 muaj duhet të jetë periudha nga data e nesërme, sepse nga data 31, se nesër 30, nga data 31/12 deri më 30 mars 2026 për 3 muaj. Atëherë votim kush është për? Jam për. Abstenim nuk ka. Konstatojmë se me 8 vota për, Këshilli aprovoi kërkesën e prokurorit Dardan Çelaj për vazhdimin e transferimit edhe për një periudhë deri në 3 muaj, deri më datë 30 mars 2026. Faleminderit. Kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës. Në qenë se kemi për procedurë performancës, vlerësimin e performancës, konformitet 14 paragrafit e ligjit për Këshillin Prokurar të Kosovës, propozoj që pikat vazhdim të trajtohen me dyrë të mbyllura. Kush është për? Jam për. Kundër, abstenim, një abstenim. Konstatojmë se me 7 vota për dhe një abstenim, pikat vazhdim do të